Përshëndetje dashurimisë, jam Besa. Mirë se erdhët në rubrikën me Besën. Tani kam ardhur këtu në treg të njohur në Pekin që quhet Hongqiao. Ky treg është një nga pikat më tërheqëse për turistët e huaj në Pekin. Pse është shumë tërheqës? Le ta shikojmë. Ky treg u bë i njohur jashtë Kinës që në fillim të viteve 80 të shekullit të kaluar. Tani, këtu ka marrë me karakteristika kineze nga e gjithë Kina, duke u bërë një dritare e shkëmbimeve midis Kinës dhe vendeve të ndryshme. Kinezishtja, anglishtja, francishtja dhe japonishtja dhe gjuha të tjera ndërsylen këtu mes flukët të vizitorëve. Me heqja e vizave nga Kina për shumë vende, më shumë turistë të huaj po vinë në Kinë, prandaj Pekini e ka ngritur nivelin e shërbimeve turistike. Tani le të dëgjojmë cilat janë ndjenjat e të huajve për masat lehtësuese pas zbatimit të politikës pa viza. Shikoni këtu ka shumë të huaj që po prejnë malla. Le ta pyesim. No, I've been a few times. Yeah, the free visa makes it easier to come to China. Yes, it's free and very easy for Chinese, and in my country I like to buy electronics, like headphones, earbuds, power bank, something like that. Bags, usually bags, yeah. Also the price difference, and it's nice quality, it's good quality, so yeah. We bought gifts for our grandchildren. We bought them gifts and a little bit of clothes. We heard about it, we got recommendations that we could find presents and clothes. We bought nice clothes, we bought something for your camera. Yes, good quality, cheaper prices, nice choice. They are very friendly. They always come out, ask you what you're doing, what you want, and quite helpful. They're always very friendly. They give a lot of explanation, and I also had to, if you come back, then they help you as well. So if there is something wrong with the stuff, then yeah, always nice. I find a lot of stuff, they speak very well English, and if something is not clear, then they can explain with the phone, but usually they don't need it. There is easy because all the staff speaking English, now information, and talking little bit English, it's good. Yeah, a lot of time we use the Alipay, yeah. Beijing is good. We've been happy with the shopping here. Payment is convenient. Yeah, we really like the electronic payment, like WeChat and Alipay. Scan to pay, yeah, for sure. It's a nice experience. It's relaxing. I like shopping. Yes, also I have Alipay, so it's very easy to pay with. It's an app, so that goes well. And a scan? Yeah, app and scan, so it's smooth. We didn't use very much cash while we were here. We used Alipay, WeChat. Yeah, it's very easy for us. Well, the subway is very convenient. I'm very impressed with the subway in all the cities in China. The Chinese Wall, yeah. There's a lot of things nearby Beijing that are really, really nice, like the Forbidden City and the Chinese Wall and nice nature, so. The metro station is also, it's like, I feel very safe and it's very easy, accessible. It's also very clear that you have like the map, and so it's even as a foreigner and it's been your first time, it's very easy to get around in Beijing. Yeah. We discovered the DD. We use the DD. Very good. It's convenient. Yeah. Use the subway
And very easy, it's okay, no problem. Because we find everything at the price, it's good. Yes, I like in China and I would like more days stay in China. Mendoj se janë veçanërisht vendet të cilave Kina u jep përjashtim nga vizat, si Italia dhe Spanja në Evropë, dhe ata janë shumë të lumtur dhe u pëlqen shumë përfshirë Gjermaninë dhe Bullgarinë. Ata shpresojnë që Kina mund të vazhdojë të japë atyre politika të përjashtimit nga vizat. Që kur u prezantua politika pa viza, numri i vizitorëve të huaj është rritur gradualisht. Mendoj se kjo politikë është shumë e mirë për kujita turistike dhe do të tërheqë më shumë turistët të huaj. Shumë bankomate u shtuan vërtet në rrugë, banka dhe hotele, duke ofruar komoditet për të huajt. Numri i pikave për këmbimin valutor është rritur gjithashtu. Të huaj mendojnë se metodat pagesës si Alipay janë shumë inovative dhe të përshtatshme. Pasi e ndihmuan të huaj të instalonte Alipay, atyre ju duk mjaft e përshtatshme dhe menduan se nuk ishte më pengesa. Përveç komoditetit dhe sigurisë pagesës, të huajt përfshirë ata nga vendet e zhvilluara mendojnë se masat e aksesueshmërisë në qytetin ton janë të shkëlqyera dhe se qyteti është shumë i pastër. Ata janë të shokuar nga sa i pastër dhe i përshtatshëm është. Kjo është një formë shkëmbimi njerëzish. Ne shpresojmë gjithashtu që politika pa viza të vazhdojë dhe të zgjerohet në më shumë vende, në mënyrë që gjithnjë më shumë vizitorë të huaj të mund ta kuptojnë Kinën dhe të promovojnë shkëmbimet kulturore njerëzore. Shpenzimet e turistëve të huaj në Alipay u rritën me mbi 130%, ndërsa transaksionet në WeChat Pay pothuajse u drejtëshua krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2024. Masat e lehtësuese për turistët e huaj në tregun Hongqiao duke përfshirë mbështetje për përdorimin e kartave të huaja bankare, pikat e këmbimit valutor, shërbime të shumëgjuhëshe e të tjera janë miniatura e përpjekjeve të Kinës për hapje në nivele të lartë ndaj botës. Hapja është një karakteristikë dalluese e modernizimit të stilit kines. Në 5 vitet e kaluara, Kina ka zbatuar politikat e heqjes së njëanshme ose të heqjes së ndërsjellë të vizave me 75 vende, ndërsa numri i vendeve për të cilat Kina ofro tranzitin pa viza është zgjeruar në 55. Numri i pikave të hyrjes është rritur në 60 porta dhe koha e qëndrimit është zgjatur në 240 orë. Në tregu Hongqiao mund të shikojmë jo vetëm gjallërinë e tregtisë, por edhe shkëmbimet dhe mirëkuptimin e ndërsjellë të kulturave kineze dhe të huaja. Kina e ka theksuar vazhdimisht në shumë raste se tera e saj do të hapet gjithnjë e më shumë. Nga shirja në botë, të prelja nga bota dhe më pas të mirëpritja e botës, Kina po hapë jo çfarë do tere, por një terë për bashkëpunim me përfitim të ndërsjellë dhe zhvillim të përbashkët. Le të dëshmojmë së bashku. Zhvillimi i Kinës nuk mund të ndahet nga bota dhe lullëzimi i botës ka nevojë për Kinën.